Plazhi i Velipojës ka hyrë këtë sezon turistik me një fytyrë të re dhe një mesazh të qartë: Bregdeti është për të gjithë. Në kuadër të masave të marra nga qeveria shqiptare për sezonin veror 2025, Bashkia e Shkodër ka ndërmarrë një aksion të gjerë për shklerimin e hapësirave publike të plazhit, të cilat prej vitesh ishin zaptuar nga subjekte private dhe operator turistik. Ky aksion, i koordinuar nga Policia Bashkiake në bashkëpunim me Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit dhe Policinë e Shtetit, synon të rikthejë të drejtën e qytetarëve për të shijuar detin pa pagesë dhe pa pengesa, duke përdorur mjetet e tyre të plazhit si çadra apo shezlone personale. Drejtori i Policisë Bashkiake të Shkodrës, Sajmir Rustemi, deklaroi se asnjë hapësirë publike në plazhin e Velipojës nuk do të cënohet nga operatorët privat. Aksioni pritet të zgjasë disa ditë, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast abuzimi apo zaptimi të paligjshëm. Për mbarvajtjen e sezonit në Bashkinë Shkodër është ngritur një task force ndërinstitucionale e përbërë nga disa drejtori që bashkëpunojnë për menaxhimin e hapësirave publike, mirëmbajtjen e zonave të gjelbra, pedonales dhe ofrimin e shërbimeve cilësore për pushuesit. Ky veprim është pjesë e një nisme më të gjerë qeveritare që synon në rikthimin e kontrollit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të vijës bregdetare, duke garantuar akses të barabartë për të gjithë qytetarët dhe duke promovuar një turizëm të drejtë, të sigurt dhe të përfshirë. Velipoja, si një nga plazhet më të vizituara të veriut të Shqipërisë, synon këtë vit të jetë modeli pushimeve të qeta, të organizuara dhe standarde të larta për të gjithë.